desha të ndërlidhem tek çështja e ilaçit, e udhëzimeve të duhura për ata që janë të prekur nga këto lloj frikrash. Fillimisht shpesh ne u themi besimtarëve dhe besimtarëve se besimi nuk mund të jetë efikas as cilësor nëse është i trashëguar, por ai është një bindje. Dhe para se të jetë bindje duhet të jetë njohje. Prandaj ne kemi nevojë që ta kemi një manual të besimit si ta përdorim besimin. Nga se fatkeqësia është sot se ne kemi një begati të madhe, e kemi një pajisje hynore të dhuruar për t'ia dalë në kësaj bote, por jo të gjithë dim ta përdorim këtë pajisje. Ne mund ta bartim, ne e kemi në veten tonë, por nganjëherë mund të bëhet barr e jo lehtësues i barrave. Dhe këtë unë e silli si shembull nganjëherë sikur se ta kesh një makinë, do të modelit më të ri, të tipit më të ri, por nuk din se ku ndezet. Dhe atëherë nga një mundësi për komoditet, ajo shndrohet në një vuajtje dhe mundim. Kështu është edhe besimi. Andaj besimi duhet me ditë ku me ndez, po e ndeze leja punë tira ati, ai të bart, ai të ofron edhe do të thotë freski të brendshme, edhe rahati të udhëtimit, edhe të bart ku do dën ti. Po nëse nuk din me ndez, duhesh me të rjek. E kur të rjek është i ron, pastaj bëhet barr. Edhe në këtë situatë domthonë tek çështja e ballafaqimit me frikën. Duhet me njoft Zotin e Madhnuar, në kë ke besuar ti realisht. A din kush është ky që ti ke besuar në te? Nuk është thjesht vetëm një përsëritje fjalësh dhe një trashëgim i bindjeve, por realisht ai njeh Zotin. Andaj dietarët zakonisht çdo përmirësim të njeriu i fillojnë nga njohja e Zotit. Dhe problemi i njerëzve që e mohojnë Zotin, vetë Zoti e përmend është mosnjohja e tij. Ta kishin njohur Zotin nuk kanë që e mohon Zotin. Po ta njohin Zotin kush është dhe nevojën që ka njerëzit për të. Për shembull tek çështja e ndjenjes së fajit, që njeriu zakonisht i bëhet burim i frikës. Qoftë për botën tjetër, qoftë për këtë botë. Kam bërë faj, kam bërë krime, kam bërë shumë mëkate, nuk më falet mua dhe tash kjo është një presion i vazhdueshëm i njeriu. Edhe s'ka një urias për tobe. Kjo pikërisht. Andaj ne themi se Zoti jo që i thot njeriu ka teuba për ty, por shkon më lart se kaq. Për shembull paramendoj këtë siguri që ta ofron Islami për ballë frike. Në qoftë se pendohesh tek këqijat shndrohen në të mira. Kush nuk e pranon këtë ofertë? Jo që të falen, ajo është e pakontestueshme, por ato të këqija të bëra në të kaluarën, në qoftë se realisht bën e kaluar dhe tashmë hap një faqe të re, Zoti ato i trajton si punë të mira. Andaj kjo është një tregti që ofron siguri. Gjithashtu tek çështja për shembull që u përmend tek çështja e shejtanit. Zoti i Madhnuar na përmend shpesh në Kur'an se shejtani me të gjitha ato që ne mund të imagjinojmë mbetet rob i Zotit. Do thotë është nën udhëheqjen e dikujt, është në dorën e dikujt. Dhe është në dorën e atij që ti ke besuar atij. Andaj ka një dietar kështu ka si një shembull nxënësve të tij. Një ditë i trajnonte nxënësit e tij se si po e kuptojnë këtë çështje e shejtanit. Dhe tha, nëse jeni duke kaluar pranë një shtegu mali, dhe aty në një mal një bari po i ruan delet e tij, por ato dele po i ruajnë disa qenë të vështirë, të rrept. Dhe keni frikë të kaloni në atë shteg nga se sulmoni nga qenë. Si do të vepronit? Disa thanë do t'i bim një rrugë tjetër, disa thanë do të vrapojmë, disa thanë jo kështu. Në fund dietari tha, pse lodheni së koti? Thuani bariut mbaj qenë sa të kalojmë, dhe jeni të lirë. Andaj ai qenë që të kafshon ty është në dorën e Zotit. Thuaj Allahu të më ruaj prej tij dhe kaloj lirshëm në jetën e kësaj bote. Në rregull. Okej. Po, publicitet dhe më pas.